Nga dita e sotme, seancat kuvendore do t'jenë të hapura edhe për qytetarët e cilët nëse dëshirojnë mund t'i ndjekin ato, tha kryetari i kuvendit në fillim të seancës së sotme. Ai tha se deputetët do t'jenë në dispozicion të qytetarëve dhe qytetarët do të mund t'i takojnë ato edhe jashtë sallës së kuvendit. Qeveria e kaluar nuk punonte për kompromis dhe çështjen e emrit nga gjeografike shndroi në problem të identitetit. Shpresoj se do të bisedojmë për emrin dhe se do arrijmë në një zgjidhje, deklaroi ministri grek i punëve të jashtme Kocias pas takimit në Athënë me shefin e diplomacisë maqedonase Dimitrov. 6 persona e kanë humbur jetën, ndërsa rreth 50 janë lënduar në zjarrin që kaploi një rokaqiell në perëndim të Londrës. Rreth 200 zjarfikës që dje po tentojnë të nxjerrin persona të cilët ndodhen në objektin nga i cili ende dalin flak dhe tym, ndërkohë që ekziston frika se objekti edhe mund të shëmbet.